Në mas Ramazanit, kur ikën Ramazani, s'ka ik i madhi Zot, themi. Kur ikën Ramazani, s'ka ik besimi. Kur ikën Ramazani, njeriu duhet me lejen e të madhit Zot që t'jetë më i qetë dhe t'jetë më i stabilizuar në besim. Prandaj një nga intrigat e shejtanit mallkuar, kush është që në Ramazan s'ka ç'bën, sepse vetë sistemi mas Ramazanit ai vjen që njeriu t'ia marrë sa më shpejt atë energjinë pozitive, atë të mirë në Ramazanit. Kjo duhet pas kujdes. Elhamdulillah, shpirti është shëru, zemra është shëruar. Edhe tani mos lëm më plagë të mëdha janë të që vinë nëpërmjet gjinafeve, nëpërmjet pasioneve të këqija. Ramazani ta dha këtë shans, se t'jep hapësirë shpirtërore, t'jep imunitet. Mos e këtë. Mos e sepse pak të rëshkasi njeriu nuk e njeh më veten pasionet këqija dhe vese dhe epshe shkatërruese për natyrën njerëzore. Nuk e njeh më veten, shumë shpejt shkon në grackat e epsheve të pasioneve, bëhesh i dëmshëm për veten, bëhesh i dëmshëm për familjen, bëhesh i dëmshëm për shoqërinë. Nga një njeri që mund të ishte i mirë dhe pozitiv me të madhin Zot, shkove në kthedrat e shejtanit mallkum, kishe mundësi të jetojë në dritën e madhe hyjnore, shkove në errësinat e të mallkumit. Prandaj vëlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot, pa është madhin Zot, këto janë të palëkundshme, mos u gënje kur, se ka mashtruar sa të dush. Secet me drejtësi, si avlen, po i lek tek nga pasionet, mos jeto kodë, mashtrimet nga më të ndryshme. Se Kurani është i qartë në këtë, qoftë se mundohesh t'jesh njëri i mirë dhe ta skalitësh, ky është Islami real. A do mbrap, innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyya. Tha ato që kanë besuar sunduesin e madhgjillësisë dhe mbushin jetën me vepra të mira, janë krijesa më të dobishme. Këtu rrin muslimani dhe muslimania i sinqert. Këtu nuk rrin dot hipokriti. Këtu rrin me shpirt, me zemër të pastër, me logjik të kristal. Çdo musliman dhe muslimane e ndershme. S'po themi se bëhemi engjëj, po në të përgjithshmen rrin. A don me shpëtu, a don me u ndriçu, a don të fitosh mirat e kësaj bote, të fitosh mirat e botës tjetër. Nxirr imunitet mbas Ramazanit, mos shkatroje keqja.